Analisti politik Zejnullah Jakupi ka komentuar zhvillimet e fundit pas nominimit të Glau Konjufcës si mandatar për formimin e qeverisë së re. Në një prononcim për gazetën Bota Sot, ai ka cilësuar këtë veprim si përpjekje për t'i thënë institucioneve të vendit funksionalitetin e plot dhe për të siguruar miratimin e buxhetit për vitin 2026. Po ta themi qartë, nominimi i Glau Konjufcës ka për qëllim krijimin e qeverisë së re dhe për një periudhë të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, të mundsohet institucioneve funksionimi i plot dhe miratimi çështjeve urgjente siç është buxheti për vitin 2026. Lëvizja vetëvendosje ka theksuar se miratimi i buxhetit është urgjent dhe një nga arsyet kryesore që e motivuan emërimin e Konjufcës si mandatar, ka thënë Jakupi për gazetën Bota Sot. Jakupi thekson se ky hap i lëvizjes vetëvendosje ka qëllim të qartë institucional dhe nuk duhet parë si manovër politike, megjithse sfidat për mbledhjen e votave në kuvend mbeten serioze. Sipas tij reagimet të menjëhershme kundërshtuese të partive opozitare, PDK, LDK dhe Nisma, tregoi se bllokada po përdoret si mjet për mbrojtjen e sistemit të vjetër të privilegjit politik, duke kthyer pengimin institucional në strategji të qëllimeve për ruajtjen e status quo-s. Megjithatë, nuk dihet nëse ekziston siguri për mbledhjen e votave të nevojshme në kuvend. Për këtë nuk ka garanci, pasi menjëherë pas nominimit të Konjufcës nga Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje, u dëgjuan reagime kundërshtuese nga PDK, LDK dhe Nisma. Arsyeja e qëndron në faktin se lëvizja vetëvendosje aktualisht nuk ka shumicë absolute në kuvend dhe pa mbështetjen e partive të tjera nuk mund të sigurojë vota për formimin e qeverisë së re. Për më tepër, disa prej partnerëve të mundshëm janë shprehur skeptik ose kanë refuzuar bashkëpunimin në këto rrethana, ka potencuar Jakupi. Sipas tij, në këtë situatë janë të mundshme disa skenar mbi mënyrën si mund të zhvillohej ngjarjet politike në ditët në vijim. Së pari, ai ka cilësuar ish opozitën si bllokuese, duke thënë se e njëjta blokadë e përdor si strategji për mbrojtjen e sistemit të vjetër. Nuk pritet asgjë e re nga ish opozita, e cila po tregon hapur se nuk e pranon lëvizjen vetëvendosje as si forcë politike as si filozofi qeverisëse. Nuk e duan as Glau Konjufcën, e akuzojnë se vepron sipas udhëzimeve të Albin Kurtit. Kjo sjellje tregon një nihilizëm të thellë politik. Për ta, pushteti ka vlerë vetëm kur e mbajnë vetë, ndërsa kur janë jashtë tij çdo gjë tjetër bëhet e parëndësishme. Ky shndrim nuk është thjesht mungesë e bashkëpunimit, por pasqyrimi i mungesës së parimeve politike. PDK dhe LDK po dëshmojnë se parimi i tyre bazë nuk është shërbimi ndaj qytetarëve, por ruajtja e privilegjeve të sistemit që vetë ndërtuan. Qëllimi i bllokimit, mbrojtja e sistemit të vjetër, ka theksuar Jakupi. Ai ka potencuar se këto elita politike të formuara në periudhën e pasluftës kanë ngritur një sistem pushteti të bazuar mbi klientelizmin, kontrollin e burimeve publike dhe ndikimin mbi drejtsinë. Ndaj ardhja në pushtet e lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit, me një agjem që synon çmontimin e këtij sistemi, është perceptuar si kërcënim ekzistencial për ta. Reagimi i tyre është i pritshëm, rezistenca, sabotimi dhe bllokimi institucional. Ky bllokim nuk buron nga mungesa e vullnetit politik, por është një strategji e vetëdijshme për të mbrojtur status quo-n. Ata që ushqejnë këtë strategji tregojnë mungesë të turpit politik dhe ndjesi të paprekshmërisë, tipare që dëshmojnë rënd kulturën demokratike ka shtuar ai. Ai ka thënë se është ironike që dikur Albin Kurti akuzohej se po e bllokonte formimin e institucioneve, ndërsa sot po shihet qartë e kundërta. Janë partit tradicionale, PDK, LDK, AHK dhe tashmë edhe Nisma, që po e pengojnë funksionimin e shtetit. Në shoqërinë dhe kulturë politike të konsoliduar, një parti apo lider që pengon krijimin e institucioneve humb besueshmërinë publike. Në Kosovë, përkundrazi, mos funksionimi i shtetit është shndërruar në instrument politik. Sa herë që humbin zgjedhjet, këto parti përpiqen ta kthejnë vendin në ngërç, me shpresën se qytetarët do të lodhen dhe do të kërkojnë stabilitet, duke i rikthyer sërish në pushtet. Në rastin e Zotit Konjufca nuk i merri 61 vota, presidentia do dërgojë vendin në zgjedhjet e jashtëzakonshme, ka përfunduar Jakupi. Ndryshe, mbrëm presidenti Osmani ka dekretuar Zotin Glau Konjufca si mandatar për formimin e qeverisë së re. Përcaktohej nga bashkërendimi i dritës së mendjes me regjistrimin e përvojave. Shtetet e fuqishme janë ndërtuar mbi filozofi të forta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndërtuan nga ata që jo vetëm morën me vete filozofinë e Humit të Lockeut, por ishin edhe vetë filozof, të kalibrit të madh si Paine, Jefferson, Adams e të tjerë,
siç qëndrojnë në themel të Francës, Descartes, Voltaire, Rousseau, apo të Gjermanisë, Kanti, Hegeli e të tjerë. Mes filozofive të forta, filozofia më e fortë është filozofia e lirisë. Glauku nuk është filozof vetëm me formim universitar, por është dy fish i ndërtuar. Mishërim i filozofisë së lirisë si aktivist politik dhe i studiuesit të filozofisë si politikan shteti. Simpatizant i Hegelit, edhe ashtu siç e kuptonte ky lirin, Glauku është angazhuar gjithmonë për ndërtimin e realitetit të Kosovës sipas konceptit. Për ndërtimin e shtetit sipas konceptit shtet, si popull, territor dhe sovranitet, teksa shikonte se po na ikte territori, popullsia dhe sovraniteti dhe angazhohej bashkë me gjithë neve për t'i mbrojtur këto. Mbartës i kthjellësisë që në çastet e para të organizatës sonë, televizjes sonë, figura e pjekurisë si nënkryetar për vite i lëvizjes sonë, shembulli i urtësisë si kryetari i Kuvendit të Kosovës, mjeshtër i komunikimit dhe argumentimit si ministër jashtëm i Republikës sonë, diku te 180 artikuj ka shkruar Glauku, duke përshkruar në detajin më të hollë dhe në horizontin më të lartë ditën dhe fatin e Kosovës e të shqiptarëve mbar. E në ato qindra artikuj, fjalime dhe konferenca, Glauku që prej vitit 2005 ka përshkruar në detajin më të hollë dhe gjithashtu në horizontin më të lartë të dhënën sociologjike dhe kulturore, politike dhe ekonomike, geopolitike dhe historike. Në këto përmasa, reflektimi ai ka treguar se çfarë nevojitet për caktimin të fatit të Kosovës. Ne jemi me fat të padiskutueshëm që kemi njohësin e mrekullueshëm të historisë të largët e të afërt. Ne jemi me fat që kemi njeriu bujar në miqësi e në bashkëpunim. Filozofi, histori, drejtësi, mendje ndritur e jona, të cilën ja rekomandojmë dashurisë sonë Kosovës. Të nderuar delegat, në situatën në cilën jemi, të shkohet në zgjedhjen e dhjetor pa e miratuar buxhetin për vitin 2026 është rrezikim i qëndrueshmërisë së shtetit dhe stabilitetit ekonomik të vendit. Janë, ju e dini, 85.000 shërbyes publik që marrin paga nga buxheti, janë 300.000 pensionistë gjithsej që marrin pensionin nga buxheti, janë 400.000 fëmijë që marrin shtesa nga buxheti, janë 10 mijëra fermer e mijëra biznese që marrin subvencione nga shteti. Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje pa buxhet të miratuar në kuvend. Aq më pak kur qysh në fillim të vitit ardhshëm e kemi të pasgjidhur edhe çështjen e zgjedhjes, përkatësisht rizgjedhjes së presidentes. Nëse kjo sfidë nuk arrihet të tejkalohet brenda afatit kushtetues, vendi duhet të shkojë përsëri në zgjedhje të reja. Por pa buxhet të miratuar, nuk do të mund të mbashin as zgjedhjet. Kësaj vendi do të futej në një situatë pa precedent nga e cila askush nuk e din se si mund të dilet. Do të ishte pa përgjegjësi e thellë të shkohet në zgjedhje pa buxhet të miratuar. Argumentimi i opozitës për mos miratim të buxhetit që ne kemi proceduar në kuvend është se nuk duan të trajtojnë buxhetin e një qeverie në detyrë. Ky argument bëhet i paqëndrueshëm përballë faktit se në vitin 2020